Këtë mendova ta bëj kështu. Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në një video të re. Sa po bëm pazarin dhe thash të bëjmë një supermarket haul me gjëra të shëndetshme që kemi marrë. Mi munduar të marrë gjëra të shëndetshme, por që po e hap direkt me një supermarket haul. Kemi marrë perime, mish, dy ja tregoj. Dy tre gjëra ja tregova. Fillojmë me patatet, mora këto patatet që janë për një furrë, për kizir, gjitha me radhë, portokalle. Kështu që janë për me pas lëngë që të bëjmë një lëngë portokallit të frektës këtë sepse virusin e kemi shumë afër. Morëm këto limes edhe kështu morëm diku janë këtu. Po, morëm edhe limonat e verdh edhe jeshil që të na bëj Geri një lëngë me limona edhe me ginger që do jesë diku që kemi marrë. E bën shumë të mirë, kështu që edhe kjo për të synuar çdo bakterie. Morëm kumbulla. Nuk janë të sezonit, por i morëm. Morëm këto vezët bio, sepse kemi disa dhe nuk morëm shumë, them, okay. Rrush, morëm mish pule, mish të grirë, viçi, mish kështu për xolla, morëm 2 tjetra shtandej. Mora këtë tash ta provoj, është gjithçka brenda që të bëj një supë të kuqe, se unë në fakt akoma nuk kam gjetë solucionin tamam që të bëj një supë të kuqe të mirë. Te supat jeshile e çaj, por supat e kuqe akoma nuk e kam master. Kështu që pash këtë që ishte tomate supë dhe ka karrotë, jo, s'ka karrotë, ka domate, salsa e domates, karrotë, po, qepën. Unë besoj dhe ishtoj në i patate, që të bëjmë më kremoze, por janë gjitha këtu. Morëm këto mollët. Morëm 2 qumësht lope full. Pjesën tjetër e kam këtu, kështu që doja t'rregoj këtu. Mora këtu si hapur në mëngjes bëjt me të shërën, kokonut, kështu fije kokosi, fara kokosi, arra. Mora fileto pule për në sandwich nëjherë, sheqer. Kjo sheqer që përdor Geri në kafe dhe Ohema për bën shere këtu. Mora një ëmbëlsirë kështu që ta ndaj me Gerin sot. Një cola zero. Mora, meri këto mami. Mora këto për Ohemën që ja vjap, që e atë një tani. Mami, të është për ty. Në mënyrë që të bëj holdin. Nuk mami, lutem, dashuria ime, merë mama, bëja mami domaten. Okej, vazhdojmë. Domate mora për në salat. Morëm këtë qajnë që ishte me ginger. Dhe mora këto, si pas të perimet që janë gjitha të prera të gatshme për të futur në furrë me pul, unë do i shtoj edhe patate, ose mish, ose salmon, tash pse jo, shpejt. Kjo ishte perime për spaghetti, edhe këto i mora t'i provoj, sepse mos hargjojmë shumë kohë. I provojmë sot, në base të bëjmë spaghetti, kështu që morëm këto. Që morëm tjetër, po, kjo është gingeri, që ju thash. Mandarina, 2 kastravec, një avokado, një tjetër çaj, të e mora për vete si ishte kanel dhe moll. Super. Këto bukat që i han Geri, unë mora këto bukën, zakonisht nuk ka buk, por ndonjëherë edhe Ohemës, edhe është shumë e mirë. Morëm dardha, disa, por që në shkoq në është grisë qesja. Morëm këto kotonat bio, këto për veshët, këtë lëngun, rush, këto janë edhe këto për në mëngjes, kam edhe rushin e thatë që është diku këtu, i hete këtë shëra, krem djathi, për xolla tjetër, ju thash njërë një tregova atje. Që kemi tjetër? Kemi
qumësht soja dhe kjo për mëngjes për të shërën, banane, Kellogg's cornflakes për gerin, dhe e fundit kemi tuna dhe karota dhe më këtu. Po, karota. Këto janë të gjitha, mendoj që nuk kam marru asnjë gjë me ju tregu. Po edhe ky ginger juice që e hapi Geri, po e pi. Dhe gjitha këto na kushton diku te 160 sa euro. Nuk është pak, por që kualiteti kam kuptuar që të hash shëndetshëm kushton, dhe është okay, sepse është investimi më i mirë që të bësh për veten, se ne blejmë rroba, blejmë çdo gjë, por ushqimi është gjë më kryesore, dhe të blesh ushqime bio kushton. Por që si ka. Tani do elle a quelque chose à manger le truc. Po, këto ja dha shohimës, na marr këto. Janë më gjatë mira, plus 7 muajsh, dhe ja jap ndonjëherë kështu. Jo me raste, sidomos kur është në karrocë. Tani do vendos këto në përvendet e lajm frutat dhe perimet, dhe mendoj që pas ditës do dalin, bëjmë një xhiro. Kam shumë qejf të ndroj dheun e luleve, sepse lulet i kam katastrofë. Nuk jam fare krenare për këtë gjë, janë në gjendje gjyna me i pa, por që inshallah sot kam kohë edhe merr me lulet. Jemi kthyer në shtëpi sepse ishim xhiro, pas dite hëngrëm edhe darkën, si kisha bërë një supë gjigante me atë supën e Doanës, kishte dalë shumë e mirë. Normalisht kishte kështu kuba që janë për perimet me si thuhet, janë kuba besoj, më kuptoni se ka edhe me pule edhe me mish e tjera, ato nuk ja hedha sepse do e jepja hemës dhe kanë krik, dhe na doli super konsistenca, përsi t'ja tregoj. Kështu doli konsistenca, se disa duket shumë e mirë, dhe e kam bërë tek roboti që i bëj gjithmonë supat, thjesht i hedh ingredientet, ujin, vajin e ullirë se s'kishte aty, edhe i zgjedh programet sa e dua, nëse e dua me copa, pak më pak me copa, apo komplet të blume. Kjo tjetra është për smoothie, por që s'kam përdorur asnjëherë këtë. Hëngrëm të gjithë bashk, e tani kemi edhe gjysmë ore para se ta vendosë hemën në gjumë, edhe thash të bëj ca muffins, sepse e pash në Instagram një recetë, mora këtë, me 3 ingrediente, që është peanut butter, gjelb kikiriku, e kam këtë që është bio sepse do jap ohemës, do marr, kam këtu 2 banane shumë të vjetra, që nuk duhet i quaj dam, se blejmë edhe sot të reja, dhe 2 vezë, edhe blueberries, edhe boranica, që do t'i laj, dhe mix, i fusim këtu, i fusim furr, edhe thuhet që dalin të mira. Tani po i bëj sepse i jap edhe ohemës, edhe mendova po i hedh pak kështu rakokosi për mbase, për aromë, edhe të shohim si do na dalin. Kështu që vazhdojmë t'i përgatisim, mezi po pres t'i hasim. Ha diçka e ëmbël dhe është vonë dhe nuk dua t'i bëj pishman pastaj. Ohemën e kemi këtu, akoma nuk e kam vesh pijamet. Është me rroba që kishte jashtë me fikse. Ç'është është mama? E di mami. E di shumë mirë që të me pa këto dhe mi bo me një mami. Po, e di. E di, apo do me thanë përshëndetje shoqeve. Shoqeve, Gjan mami. Gjan. I them unë e mësë bëj mami Gjan, apo në këshu. Do i flasim edhe për ditëlinjen, sepse kam filluar përgatitjet. Kam rezervu tortën, kam blerë gjitha zbukurimet tek Temu, që nuk më kanë ardhur akoma dhe inshallah më vjen kohë, sepse hera parë që bëj përsi në Temu pa ju bashkëpunim, edhe nuk ja kam idenë. Zakonisht kur është bashkëpunim vin 2 javë maksimumi, kështu që të shohim. Kam përësit një fotografe që do na bëj ca foto jo ditën e ditëlindjes, sepse nuk ishte e lirë, dhe do na i bëj një ditë para ditëlindjes, po s'ka rëndësi sepse thjesht foto për të pas kujtim janë ato.
Kam përësitur, po, thash tortën, na duhet të përësisim, se do bëjmë si tip brunch këtu në shtëpi me njerëzit tonë, vetëm prindit e mi dhe Gerit, do të motrat, thjesht familja. Nuk do ta festojmë ditë e ditëlindjes, si bjen ditë e shtune, ditë e njëjte, por do ta bëjmë te shtuna sepse këtu njerëzit punojnë edhe nuk janë gjithë disponueshëm për atë ditën. Kështu që Ohemës ja kam fustanin, ju që më diqni e dini që një shoqja mamit tim i ka pas bërë Ohemës një fustan me përësi, ja ka qep ajo vetë sepse është rroba qepsi në Shqipëri, edhe atë doja veshi, sepse ja ka bërë tamam për kur bëj Ohema një vjeç. Ja kam bërë një veshje tjetër për të qerdhja, se doja të festojmë edhe atje, po hedh një lugë, paka shumë këtu, hajt një lugeca. Do ja festojmë edhe tek qerdhja, ata ja bëjnë tortën, stash unë nuk e dija, e pyeta thash do të sjell tortë apo diçka, dhe me qenë se janë fëmijë, më tha jo, nuk sjellnin tortë, sepse nuk kanë fëmijët sheqerën e gjëra të tilla. Tha ja bëjmë ne. Çdo fëmijë që ka ditë të qerdhja ja bëjmë tortën te kuzhina, edhe e han. Ju mund të sjellni tumbace, gjitha gjërat me radhë, kanë edhe qiriun, shumë cute. Mund të sjellni tumbace nëse doni dhurata për bebat të tjerë, por që nuk jeni detyruar. Ama ta keni parasysh se unë pyeta vetë në fakt. Kështu mezi po presim për ditën e lindjen. Po mendoja për dhuratat, se unë i dua dhurata specifike, thash pse mos bëj një listë me dhuratat dhe t'ju dërgoj të ftuarve që janë prindrit tan, edhe të zgjidhni secili nga ato dhurata që ne kemi qef t'i bëjmë Ohemës. Si mendoni juve? Mos është gjë e keqe? Nuk është se janë dhurata të shtrenjta, thjesht paktën janë gjëra që e di që unë i du t'ja blej vajzës, edhe me këtë rast mund t'ja blejmë dhuratë. Kështu kam menduar. Mbylla turnin, kështu themon gjithmonë që mbaroj me kuzhinën, që kanë shtyp flokët, se kam pas gjithë ditën atë në kokë rrethoren, dhe asnjëherë nuk e lej kuzhinën rrëmuj për as me fjetë. Edhe lodrat e Ohemës, edhe divanin mundon minimalisht me aq mundësi se kam, se ndonjëherë jam shumë e lodhur, por kuzhinën një herë kur nuk e lej pis, se urrëtia ime dëgjoj mëngjes bëj kafe me një kuzhinë pis. Nëse shikoni pak, tadam, finsat. Dhe jam ulur këtu, Geri po vën vajzën gjumë, dhe unë do shijoj një nga këto, edhe pse një e provova sepse pashën se ishi pjek apo jo, po ishte shumë e vogël, si ishte fryrë, nuk e di pse. Duken kështu, nuk janë ndjekur, thjesht është bërë nica që ka kullu, edhe janë fantastike, janë shumë të lehta edhe për fëmijët. Shikoni pak. Kjo muffin që kjo bornica që është plasë të themi dhe është ka kullu, është që shia mbi tortë. Janë super dhe për mëngjes për fëmijët, do ja bëj Ohemës, më thënë do ja jap nesër, por është fantastike. Shumë të mira, edhe kur kemi ndonjëherë neps, më mbaru bateria, po thoja provojni dhe më thoni këtu në komente se si ju duken, a ju pëlqen apo jo, e di që fëmijëve do ju pëlqen shumë, me sigurt. Vetëm një do ha, se nuk është se e rëndoj shumë darkë, edhe pse këto janë shumë të lehta, por mjafton. Shija bananës me karamel, shija bananës me gjalpin e kikirikut, plus këtë lëngun e bornicës, perfekt. Super. Nuk isha mundësi sot të shkoj atë merr atë të bimëve, të pemëve, të këtyre bimëve që kam në shtëpi dhe do ta bëj një ditë tjetër. Nuk besoj nesër kam qenë të bëj thonjt, edhe të marr disa produkte skincare plus shkoj edhe në palestër, kështu që nuk besoj se do kem kohë t'i bëj këtë të bimëve më shtë.
përshëndetje nga dita tjetër, isha në qendër gjithë paraditën dhe kam bërë 1100 punë, sepse përfitova nga rasti që isha atje, se nuk më bje shumë më rasti që shkoj. Arsyeja pse shkova ishte thonjt. Shikoni pak sa cute, kam bërë krom, sepse nuk e di nëse do kem kohë t'i bëj prapë për ditëlindjen e Hemës, edhe tani i bëj shumë rrallë, thoj të drejtën, një herë në 5 javë, gjë që përpara e bëja shumë shpesh, po my kamerën këtu se e kam një e kam një miskoj të vogël të që do të di gjithçka. Por do i bëj një haul se qa mora, isha te Primarku, te Cosmetic Area, aty ku marrë produktet e skincare, te farmacia, e kështu me radhë. Vazhdojmë me çantën e Cosmetic Area, aty është një zonë shqiptare që punon edhe që më ndihmon gjithmonë kur shkoj. Është shumë e mirë, përshëndesu se shikon këtë videon edhe më ndihmoi me fytyrën se më tha që e ke shumë thatë dhe kam pak katastrofë të kohët e fundit. Nuk e di, ndoshta lodhja, pagjumësia, edhe pse jam ushqy mirë, jam mundu të pi shumë ujë, si gjithmonë, nuk e di, lukura ime këto kohë nuk ka qenë shumë mirë dhe më tha ke pak të thatë. Unë i thash doja të merrja vetëm kremin hidratues të Beauty of Johnson, që e kam prej kohësh, më tha të zgjoj një tjetër për lëkurën që ke tani. Kështu që mora këtë të Centelles dhe më tha që është shumë e mirë. Është pak më e trashë në mënyrë që ta hidratoj më shumë fytyrën dhe me niacinamide. Kështu që, po, jam kurioze ta shoh edhe si do ndihem, si do më rri. Ajo ma provoj tek këtu te dora, më pëlqeu shumë. Duket se vjen edhe me një spatull të vogël. Eksakt, si po thash. Me këtë spatulën dhe ky është kremi. Voilà, dhe mora gjithashtu këto patches, unë i kam të kësaj markës në ngjyrë kafe, por thash që provoj këto të rejat, dhe nëse më rrin mirë, se ato që kam janë super, do i marr pakon e madhe që më ka zgjatë që 3-4 muaj, 3 muaj besoj, erdhi i marr këtë. Më dha gjithashtu dhe një tester të kremin hidratues. Krem? Nise. Mora rrugës këto banana chips, sepse s'kisha nga në mëngjes, dhe mora një çokoladë të ngrohtë. Kështu. Pastaj vazhdojmë me këtë çantën tjetër. Kam gjëra që kam marrë tek farmacia për Rohemën. Mora një vaj bajame shtëmbël që e përdor Rohemës për flokët, për gjithçka. Kjo duhet patjetër ta kemi. Mora këtë për herë të parë, sepse është bërë pak lëkura nga i ftofti, sigurisht e ashpër, dhe pash që ishte për këtë e Micheles. Më falni për zhurmë nëse Hema pëlos. Edhe do ja bëj tani se sa ja lava fytyrën dhe do ja vendos. Shpresoj që t'jese goxha e trash, se ka me vërtet inshallah është e trash, sepse ka fytyrën me vërtet të thatë, bese e dini si e kanë dhe pushat. Ja, kështu. Mora kremin e trupit të Hemës, që e ka që ka qenë 2-3 muajsh, kjo këtu, i përshtatet shumë mirë, e gjithmonë mora një solucioni i NaCl's për të pastru hundën, se këto duan gjithmonë rezervë në shtëpi. Këto në fakt mora tek farmacia, pastaj tek Primarku, kam marrë ca të brendshme, që se është rëndësishme t'i tregoj. Kam marrë këtë këtu, më pëlqeu shumë, me të detajet kështu cute për verën. E kam një, por që është pak e vogël dhe tash të zëvendësoj dhe plus që është duke u prish pak a shumë. Kam marrë këtë bluzën që thoshte termale, është goxha e trash dhe është kështu që të rrin tamam në trup mirë. Është kështu. Desha të marrë një të bardhë, por s'kishte masa më. Mora këto lidhset për flokët, se s'kisha. Mora 2 palë pijame me të shkurtra, këto. Se unë flejmë fakt me pijame të shkurtra, edhe pse këtu më shihni me pijame gjata, po ato i mbaj thjesht për veshje për shtëpi, por natën flejmë me pijame të shkurtra. Edhe këto janë super sepse kishin një shtrejs poshtë për të mbajtur që mos mbashe qipeta, një parasysh janë bashkë me bluzën që është crop top dhe me pantallonat. E njëjta gjë është edhe me këto bluet, kishte plot. Është që marrë këto, që se si ndihem, masa më, dhe gjithashtu pantallonat e shkurtra. Dhe këto në verë janë super për në shtëpi, për natën, pijama. Mora një palë vëth,
Dhe fundit fare marrë këtë kapsen. Shumë cute kështu. Dhe kapsat më humbasin shumë shpesh. Ishte shoppingu që unë bëra sot. Tani të rëndis këtë romujen. Hangra buk që kishte burgeri spaghetti, makarona. Edhe më duhet të ndrohem, bëhem gati, të pres pak që të tretet dhe të shkoj në palestër. Para se shkoj, thash shkoj të punoj këtu se është hap një kafe shumë bukur këtu poshtë. Thash shkoj ta shikoj, ndoshta të punoj pak, edhe pastaj shkoj të punoj në palestër. Dhe sot kam pjesën sipër të trupit, që është diku te 58 minuta programi dhe mezi pres ta bëj. Gjëja më e bukur që kam bërë sot janë këto kartat e ftesat për ditëlindjen e Ohemës. Të lutem Ohema, i kam bërë me Canva plus edhe me ChatGPT normal për fytyrën e Ohemës. Edhe janë shumë cute. Shikoni pak sa bukur kemi këtu poshtë detajet. Tema e ditëlindjes do jeshe me ngjyra të pastel, kështu që edhe këtë mendova ta bëj kështu me ngjyra pastel. Momenti më i bukur i ditës, sepse është momenti i fundit, që e fundit që bën njeriu, dhe pastaj do bie me fjet, por ja tregova pak a shumë skincare-in tim, pastaj është i njëjti. Këto janë dy ushtarët e mi që e laj fytyrën çdo ditë. Ky është larësi vajor dhe ky është larësi me shkum. Më pëlqen shumë. E kam marrë të ri si më përpara. Më përpara kam përdorur një larës tjetër të Aven, por thash të marrë të njëjtës firmë dhe të njëjtës linjë në mënyrë që duke menduar se është më mirë dhe po është më mirë. Tani u thash që fytyrën e kam pasur problematike, por të shohim si do shkoj. Do vendos kremin, vendosa tonerin, serumin e natës dhe do vendos kremin. Nuk e kam atë spatulën se Ohema e ka, se di ku e ka hedh, por thjesht nuk ka aromë, thjesht do marr. Është shumë i butë. Edhe të vendos. Ndërkohë unë isha në palestër, nuk kam filmu shumë normal se kam kohën limit. Tani që kam filluar me shku në palestër, nuk stërvitem domethënë nga shtëpia, edhe pse ndonjë ditë ose ndonjë javë që shoh që është shumë full agenda, ushtrom shtëpi dhe jam e sigurt që e bëj. Por mundohem të shkoj në palestër dhe nuk kam kohë të filmoj sepse kam një orë fix dhe duhet të kthehem në shtëpi se më prisin obligimet e darkës. Ja kështu, me të vërtetë që ka rich, më thënë më i trashë se ai që kam pasur, dhe me le fytyrën shumë të butë, shumë të hidratume, por thjesht është hera e parë që e përdor. Shkojnë edhe këtu më kanë dalë madje puçra. Këtu hormonet. Tani unë akoma po Ohemës, nuk e di, akoma nuk më ka ardhur cikli që kur kam lind Ohemën, sepse nuk e di juve nëse keni dëshirë ta ndani me mua, por unë Ohema bën 1 vjeç dhe pak dhe një 2 javë dhe akoma nuk kam cikël dhe sigurisht kjo ndikon shumë tek lëkura, hormonet dhe gjitha me radhë. Por që është shumë ka thënë paktën mamia që një mami gjedhënse përderisa jep gjibebit nuk është se ke cikël, edhe pse mendoj unë them që së më shumë, se normal që tani Ohema han 3 vakte dhe nuk është se pinë sikur përpara, pinë 2-3 herë në ditë, natën pak më shumë, normal, se flim bashk, por që nga që pinë më pak, ndoshta dhe do na rivi cikli, nuk e di, të shohim. Kështu, mbarova skincare-in, të vendos pak perfume, kam shumë qef këtë parfum, kjo është super ky parfum, më pëlqen shumë, nuk është parfum i rënd, është thjesht era lule, që ti të ndihesh pak më mirë, e pastër,
Duket nuk ka sepse ka qenë edicion limited. Making coffee. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. Mirëmëngjesi nga dita, pas disa ditësh, po fiki televizorin sepse ne nuk e ndezim fare tani me Ohemën, se shkon afrohet aty, e vërtet, afrohesh. Dhe bëra kafen edhe pse ora është 9:30 ora, më lageri të flejmë mëngjes, edhe mori Ohemën ka dalë këtu që në orën 7, dhe më kam fjetur, edhe më ka bërë shumë mirë. Dhe po thoja për televizorin, është, nuk e ndezin fare gjatë kohës kur Ohema është zgjuar, vetëm dhe muzikën që avim e vendosim me Spotify, ja super sugjeroj nga eksperjenca ime. Me Spotify dhe ta bëni dark mode, do të thënë që nuk shikon asnjë ngjyrë. Edhe ndonjëherë keni parasysh edhe pse është dark mode, dark ekrani, e kështu ti poshtë në Spotify vetëm një katror kaq i vogël që është imazhi i këngës, do të thënë kopertina. Shkon aty, do të thënë Ohema afrohet ajo kopertina e vogël për të parë aty personazhet e vogla. Imagjinoni. Edhe atë kemi eliminuar dhe mendoj që të vendosim Spotify-n po nga një box që e kemi të vogël. Zuar, dhe vendos pastaj Ohemën te gjumi, Ohema, ka filluar të lërimi këtu te ne. Ohemën do vendosim gjumën pastaj, edhe unë do merrem me veten edhe në drejt të shkojmë tek gjyshja sepse do ham sot pet misri. E di që ne i themi pet kollomoçi nga kuksi, por i di që i thënë edhe pispili. Pet misri më saktë, është me presh, me jeshilliqe dhe me miell misri. Ç'a po bën më mam? Ç'a bën më mam aty? Blej lodra sa dush Ohemës, i shpik lodrat e veta si dove. Të dua shumë jeta ime. Edhe kështu, jam pak si për gjumë sepse kam flet shumë edhe kur flet shumë është më mirë kur flet pak se kur flet shumë. S'ka gjë. S'ka gjë se rregullon mami. Unë ne kemi të zënë, po mami na e blokon shpesh. Faleminderit për çdo koment të bukur të videoja e kaluar. Sinqerisht, ju përshëndesim shumë edhe me gjithë zemrën doja t'rregoja Ohemën, por besoj edhe shumë thoni pse nuk e nxjerr Ohemën, jo mësyshi, jo ku diun. Ju lutem më besoni që nuk e kam për mësysh apo këtë gjë tjetër se nuk ju besoj. Por është çfarë s'po ngjojmë në internet. E keni parë çka ka ndodhur në Itali, çka po ndodh edhe në Shqipëri që është që s'po lexojmë në rrjetet sociale, kështu që ti mbrojmë aq sa kemi mundësi fëmijët tanë. Kështu që unë nuk do ta nxjerr Ohemën tamam me fytyrë këtu në YouTube, shikoni kjo është Ohema. Normal që e kap me profil dhe pak a shumë sepse nuk po e mbajmë sheft, nuk po e ruaj nga ju. Kuptoni, ka njerëz që janë të këqij dhe ta mbrojmë aq sa kemi mundësi. Por që nuk është se po e mbaj unë kështu. Opa, filloi sherrë aty shikoni pak. Gjithë lodrat i ka aty, ajo është kutia ku kemi pampersat që i mbajmë në salon që ndonjëherë shpejt kremrat, tetrat e lagura edhe i nxori gjitha. Edhe lodrat i ka aty. Ko kam vendosur të ziej patate tëmbël, karota dhe thjerrzat kuqe, është një boost super me hekur kjo. Dhe doja bëj pak me trosha buke, thërime buke, pak vaj ulliri dhe t'ja fus në furrë pasi t'ja nxjerr besoj 20-25 minuta. Se është kamera ime, edhe pastaj do t'i bëj në formë qofteje, t'i shtypi dhe t'i fus në furrë. Këto do i marrë me vete se mund të haj edhe rrugës, jemi rrugës, plus do i marrë edhe supën me tomate që ja kam bërë. Shikoni pak sa të mira dukten qoftet që i bëra tani. Ju thash që i kam bërë me një vezë, pak patate tëmbël, karrot, thjerrza që i kam nxjerrë të treja bashk. I hodha pak si është ai djathi që i hedhim makaronave, e harrova emrin. Shkoni pak, janë goxha të buta ku ta shikoni. Janë të nxehta, ama ja super sugjeroj t'i bëni për bebat. Djathi është djath parmigiano. Po. Tani do i fus në kuti, që këtu kam fut këto nuk ja tregova, janë këto muffins. Po muffins që ja kam tregu. Kam bë prapë sepse i pëlqyen Ohemës, 2 i mora këtu, që t'i kem, dhe një geli këtu.
Dhe do i fus të jetë ftohen pak, se ima akoma po flen. Dhe ftohen t'i hedh në edhe t'i fus pastaj t'i kutia. Dhe ky është outfiti im. Këto pantalonat nuk e di se ku i kisha. Për vitesh kanë qenë më gjata nga HM-ja, por që janë fut në ujë dhe kanë mbet kështu, se kanë qenë gjatë, do të thënë gjata tamam. Këtë bluzën termike që e mora tek Primark, të që nga pis pasqyra, po hajt mo, dhe po pres që të hema, dhe të shkojmë. Edhe çanta aty është gati, po thajmë ca rroba, edhe po pres o hemën. Kur duhet flej, e dëgjohet, kur duhet dëgjohet, flejnë. Kur duhet flej, nuk flejnë. Kështu janë gjithë mitë, besoj. Po nejse të paktën të flej dhe t'jetë e relaksume dhe që të kënaqet ta shijoj.